Shikues të nderuar, me mbrëma, mirë se na erdhët në episodin e ri të Paradigmës. Thuhet se njeriu nuk jeton vetëm në botë, por edhe në gjuhën me të cilën e emërton atë. Madje nuk e emërton vetëm botën, po të gjitha fenomenet që ndodhin përreth tij, realitetin e tij fizik edhe metafizik. Ai gjen fjalë për ta emërtuar dhe për ta shprehur dhe për t'i drejtuar tjetrit atë që ai ndjen, atë që ai kupton. Fjalët nuk shërbejnë vetëm se për të përshkruar, por fjalët për të përshkruar realitetin, po ato shpesh e krijojnë realitetin. Ato madje e organizojnë në shumë të rasteve edhe e kufizojnë realitetin. Historia e çdo pushteti është edhe histori e gjuhës. Nga kjo që tham, do të përpiqemi që sot, së bashku me mysafirin tim, të trajtojmë çështjen e gjuhës dhe realitetin. Edhe këtë raportin mes realitetit dhe gjuhës, edhe kuptimin social, edhe kuptimin linguistik, por do flasim edhe për fenomenet e tjera kulturore dhe historike, siç është për shembull standardizimi i gjuhës shqipe, në kuptimin e sensit ideologjik, kuptimin e një kolonizimi kulturor, apo artit, do të flasim edhe për artin e përkthimit, po mbi të gjitha do flasim për themelin, temën se si gjuha e ndërton realitetin tonë. Dhe për biseduar për këtë temë, sonte kam një mik, një mysafir shumë të çmuar, shumë të nderuar, i cili na ka respektuar me ardhin e tij në Prishtinë, megjithëse ky i Prishtinës, edhe i Prishtinës është, po, Elvis Sidheri, shkrimtar dhe përkthyes multigjuhësor, shumë gjuhësor, Shumë gjuhësh. Shumë gjuhësh. Po, mirë se na erdhe, Elvi. Gjeta. Të edhe i Prishtinës, dhe i Tiranës, edhe i Madridit, po megjithatë në studiot tona jemi mysafirë, dhe ashtu duhet të konsiderojmë. Elvi ti njeh 17 gjuhë të botës dhe ke përkthyer mbi 30 vepra. Si është qenia e njeriut në gjuhë të ndryshme? Njeriu është i njëjtë, po ndoshta shpërfaqen tipare, konture të pashprehura. Se patëm këtë bisedë pikërisht para se të fillonim emisionin, po a jeton njeriu në realitete të ndryshme kur një gjuhë të ndryshme? Bashkëjeton me disa realitete. Për shembull kur i thua që është, më falësh, më e ligjshme se ti bashkëjetosh me disa me disa me disa realitete është përveç se është e ligjshme, është edhe më frymëzuese, është edhe nxjerr në pahë edhe veçoritë që ndryshe do mbeteshin të pashprehura të karakterit tënd. Njeh më shumë njerëz, frymëzohesh më shumë, të nxit të udhtosh më shumë, të shkruash më shumë, si në rastin tim, të njohësh botën. Si thuhet në spanjisht të dua? Te quiero, po? Te amo, po unë ashtu e dia. Të dua të dashuroj. Të dashuroj. A është e njëjtë si në shqip të dua të dashuroj? Po e kanë edhe ata. Ka një thellësi metafizike, se gjuhët hispanike më duket ka një farë thellësie ma metafizike, ma paganistike, s'di si ta quaj. Kanë më pasion, ndoshta kanë më zjarr si gjaku i nxehtë hispanik. Ose mesdhetar, dhe ne mesdhetar jemi, ne nuk jemi shumë të largët nga spanjollët në shumë këndvështrime. Edhe ne jemi fryti një pleksje shumë shekullore mes perëndimit edhe lindjes, mes botës krishtere dhe botës islame, mes paganizmit vjetër grek-romak e kohës të sotme, që po shkon sërish në perëndim paktën drejt një profanizmi pagan. Gjajmë. Po, interesant. Gjajmë dy papujt. E nisa dhe pak më herët bisedën se gjuha ndërton realitetin, dhe pse ideja, koncepti i realitetit është problematik nëse im nga aspekti filozofik. Shumë. Veç Hegeli që thonte se ideali është reale dhe reali është ideali. Po flasim për një realitet që si e kuptojmë ne në gjuhën tonë të përditshme, realiteti i prekshëm, realiteti jonë fizik. Gjuha ndërton një lloj realiteti. Apo, do të thonë, pak a shumë. Patjetër. Realiteti edhe mund të jetë shumë i ngurtë, po gjuha shpesh e bën atë më të lëngshëm, edhe më të kapshëm, më të kapërdishëm, më të kuptueshëm, absorbueshëm, po. Nga përvoja jote si përkthyes, domethënë. A mendon se çdo gjuhë ndërton një mënyrë të veçantë mendumit?
Mund thuhet që po, ose të ndihmon të dalësh nga konture, nga suaza më të mbyllura, të mendosh ndryshe. Sepse kur mendon në një gjuhë tjetër, mendon edhe pastaj përputhesh edhe me mendsinë e popullit ose popujvese. Flasim për gjuhën spanjolle për shembull, nuk është se flitet vetëm spanjë, është gjithë bota hispanike janë, mund të mbi 20 vende që flasin spanjisht. Njëjta gjë është edhe për portugalishten, nuk është vetëm Brazili, nuk është vetëm Portugalia, është Angola, është Cabo Verde që po. Dhe heronjt e vegjël të botërorit është Mozambiku, janë shumë vende, Guinea-Bissau, më thënë. Ti merr edhe mendsinë, edhe kulturën, edhe shprehit, edhe doket e popujve të ndryshëm edhe këndvështrimet e tyre ndaj jetës, edhe ndaj realitetit, nëpërmjet një gjuhë tjetër. Kur përkthen në gjuhën shqipe, domethënë, gjuhët e ndryshme, atë ndërsen ty me përdor edhe stilet ndryshme të përkthimit në shqip. Shembull, kom pa në disa gjuhë, për shembull, theksi i fjalisë, rëndesa e fjalisë bie diku tjetër. Le të themi në kundrin, mos një shumë çështje gjuhësore. Po në gjuhë shqipe ne theksin e fjalisë, rëndesën kuptimore e vendosim diku tjetër. Atë ndërsen ty ajo varësisht nga gjuha që përkthen? Unë më shumë kam nxitje nga teksti që përkthej, nga romani që përkthej, nga çfarë përkthej, sesa shqipen përpiqem ta ruaj të njëjtë në mënyrën time të përkthyerit, ta ruaj të njëjtë përkundër gjuhës nga ku e përkthej. Nuk kam parë, ose duhen pyetur lexuesit normalisht, por nuk kam parë dallime të veçanta, ndryshime shumë të theksuara nga një përkthim që kam pasur për shembull nga anglishtja ose nga spanjishtja ose nga portugalishtja. Fatmirësisht kam përkthyer nga shumë gjuhë, nga frëngjishtja, nga italishtja, nga një gjuhë slave, nga kroatishtja për shembull. Shqipen e ruaj të njëjtë. Unë mendoj pastaj është një digresion nga tema në temë, po përkthyesi së pari duhet kujdeset për gjuhën e tij, për gjuhën në të cilën përkthen. Pastaj nga e merr burimin është tjetër gjë, puna si do e sjellësh gjuhën tënde, duke i ndonjëherë mundësisht sa më besnik tekstit burimor nga i cili përkthen, po nuk shoh, unë tash më shumë nxitem nga çfarë përkthej, përkundër gjuhës nga e cila e përkthej. Edhe shqipen për kujdesen më të madhe e kam për cilësinë e gjuhës time. Ma herët më thanë një fjalë shumë interesante, se shqipja shumë jo xheloze, si e thash. Konservative, po. Për të leju përkthimin tekstual, domethënë. Për mua nuk e lejon, nuk e pranon. Është gjuhë e vjetër. Nuk e vë dorën zjarr që ka 18 vjeta, ka 30 vjeta, ka 2000 vjeta, a diçka e ngjashme. Flitet që indo-europianët kanë ardhur në Ballkan diku ke 12 shekuj para erës tonë ose Krishtit, ta themi si duam. Atëherë me siguri ka ardhur edhe një farefis i largët i gjuhës si flasim sot, po shqipja nuk është gjuhë e ngurtë, është gjuhë konservatore, konservative vërtet. Shqipja e nxjerr më njëherë në pah në mënyrë shumë qesharake për atë që e ka bërë përkthimin, një përkthim fjalë për fjalë, një mot a mo. Ka gjuhë tjera që ndoshta e pranojnë janë më të hapura. E kanë zhvillimin letrar ose të përkthimit më të vonë ose më të cekët se sa shqipja. Ne e nënvlerësojmë shumë gjuhën tonë. Vërtet. Ka shumë njerëz që vënë diskutim praninë e sinonimeve, pasurisë leksikore të shqipjes, gjë që në përvojën time besoj të përkthyesve të tjerë dhe gjuhëtarëve të tjerë është tërësisht e pavërtet. Shqipja i përgjigjet, në rastin tim kam përkthyer nga 8 ose 9 gjuhë në shqip, s'kam gjetur vështirësi. Nuk them unë të përkthesh nga kinezishtja ose që nuk është në specialitetin tim, ose nga një gjuhë e lindjes largët ose diçka tjetër, po unë s'kam gjetur vështirësi. Mjafton ta njohësh shqipen, e kupton që i përgjigjet përkthimit, përkthimit cilësor, përkthimit të epërm, por e nxjerr më njëherë pa një përkthim të dobët të shqipja. Shumë lehtë. Edhe e tradhon lehtë përkthyesin e dobët. Vërtet? Do thoja. E bukur kjo. E tradhon lehtë Shumë përkthyesin e dobët. Shumë lehtë. Gjërat kur i njohim në jetë, domethënë, gjithmonë i njohim në një raport të caktuar me diçka, po në krasje, në një turp krahasus, në raport me diçka. Po kur është rasti te gjuha, si çdo fenomen tjetër, le themi social, ajo ka një raport edhe me pushtetin, domethënë, është i fuqishëm ky raport, domethënë. Dhe kur e mora librin tënd që e ke shu së vonshmi, domethënë Partia, sa pa ka pa libri më kujtuar Velli në 1984, se si që dim, domethënë, banor që jetojnë, domethënë në realitetin norvegian,
ata kanë harru gjuhën e tyre, ose të paktën është kriju një gjuhë e re. Një leksik i ri që ata duhet ta përdorin, sepse leksiku i vjetër i kthen në realitetin e vjetër politik. Dhe edhe libri jot partia, do të thonë që është një kritik për partinë si një mënyrë për ta parë jetën, për ta këndvështru jetën, jo domosdoshmërisht një parti e caktuar politike, po si një realitet i joni gjithë përfshirës, domethënë se ajo fjala i partizuar. Po thot partia, domethënë. Gjithçka që thot partia, ne jemi aty, domethënë ne e realizojmë atë. A mund thuhet se pushteti, domethënë mund të imponojë një lloj gjuhe dhe një gjuhë mund të rrëzojë një pushtet, domethënë. Cili është raporti? Si është këtë raportin mes gjuhës dhe pushtetit? Paçka se në libri jot është libër kritik, domethënë, që përmes, domethënë, ironisë, parodisë, ti do flasësh më shumë për librin tënd, besoj. Sigurisht. Po ti në një farë mënyre përpiqesh që ta dekonstruktosh këtë si themi piramidë të partisë, se partia nuk do duhet ishte paradigma jonë të mendumit. Jo. Dhe të veprumit të jetumit. Po është diçka tjetër. Po le të fokusohemi fillimisht te ky raporti mes gjuhës dhe pushtetit. Si e koncepton ti edhe si studiues po si përkthyes këtë rast? Si merresh me gjuhën? Pushteti imponon gjuhën, shumë gjëra, përfshirë edhe gjuhën, edhe vendet që kanë pasur regjime totalitare e kanë edhe më të shprehur këtë gjë. Më janë fakte që nëse e marrim më shumë Franca, frëngjishtja, gjuha e fisme par excellence. Kur mendojmë për gjuhë kulture, mendojmë francezët. Për çdo arsye, për shkak të filozofëve tyre, shkrimtarëve tyre të mëdhenj, për parimeve, po. Frëngjishtja nuk ka qenë e folur më shumë se nga 2% e francezëve para revolucionit francez. Jo Roi Soleil, jo Luigi XIV e përhapi frëngjishtën. Revolucioni francez i uniformizoi francezët jo me të mirë, as pak me të mirë që të flisnin frëngjisht. Bashkimi i Italisë, kur është bashkuar Italia në 861-shin, mes 861-shit 871-shit, prap 2% e italianëve kanë folur italishtën që njohim sot, gjuhën e Dantes fundja, gjuhën e Komedisë Hyjnore, gjuhën e Petrarkës, e gjithë shkrimtarëve më të shquar të historisë italiane. Mbas bashkimit të Italisë, sërish jo me të mirë, u përhap italishtja. Pati njerëz që e përqafuan me dëshirë për të ndjerë më shumë italian, më të kulturuar, më të ngritur kulturalisht, po përgjithësisht shteti i ri i orientuar nga Piemonte, nga Piemontin ku ishte mbretëria, i detyroi të fliste, më thënë. Rrallë një gjuhë letrare përhapet më të mirë, që i thonë, ose me shumë dëshirë. Do ka pasur me siguri edhe raste të tilla, ose fundja rasti i Turqisë që e dim gjithë, mbas reformave të Ataturkut, mbas 1924-s, u ndrua shkrimi arab, dhe sërish jo gjithmonë me shumë të mirë, u krijua gjuha e sotme letrare turke, që është e pastër nga shumë persizma, nga arabizma, nga francezizma që kanë pasur. Pushteti imponon gjuhë, pushteti totalitar imponon shprehje. Kemi një rast, pa u futur shumë thellë, Enver Hoxha ishte Gjirokastrit, Tosk. Ramiz Alia ishte Shkodran. Nëse dëgjon fjalimet e Ramiz Alis, mbas 85-s kur i mori frerët e pushtetit mbas vdekjes së Enver Hoxhës, Ramiz Alia fliste më shumë si Gjirokastrit se sa Enver Hoxha. E kishte më të rëndë të folur, më thënë edhe në krerët në hierarkët e lartë të diktaturës ishte ky vetë imponim. Ato e ka ditur që Shkodra ka një damar konservator për gjuhën. Po e ka për Ramiz Alia, nëse ja dëgjon fjalimet flet më jo thjesht Toskrisht, një dialekt gjirokastrit më të rëndë se vetë Enver Hoxha. Kur vjen puna, edhe aty kishte një vetë imponim pastaj të gjuhës së regjimit. Do të thënë regjimi sigurisht që imponon gjuhë. Me që u hap gjuha, do të thënë standardi 72-shës, si ke pati këtë fenomen? Do të thënë kohëve të fundit ne kemi një lloj kryengritje të themi, thojza, po një lloj rebelimi ana këndej, po thëmë edhe Kosova. Për shembull, ka bo vakizje, në konferenca shkencore, alamet profesor, të përdorin këtë standardin tonë, këtë gegën e pastandardizuar, le të themi, për të marrë fjalime, që për mua është pak e çuditshme. Ishte shumë e çuditshme. A din, po i kompone këtë skena, do të thonë, ndoshta të ka radhë ty. Absolutisht. Ka një lloj rebelimi, do të thonë, ndaj këtij standardit të 72-shës, po në anën tjetër edhe ky standard ka kriju një lloj, po themi ashtu, kolonizimi kulturor që përmenda më herët. Në farë mënyrë, edhe sot e kësaj dite ekziston një lloj superioriteti vis-a-vis inferioriteti në raport me qendrën dhe periferitë, domethënë. Si të duket ty kjo?
Spari nuk Në do. letra ne jemi Po, me standardin, po kur fillojmë me fol, nuk jemi me standardin. ndoshta duke nisur nga Bishti, unë nuk do shija shumë qendër e periferinë. Është fat që shqiptarët kanë 2 kryeqytete e gjysmë, nëse konsiderojmë edhe Shkupin me shumë dëshirë të mirë në këtë rast. Po kanë 2 kryeqytete, kanë Tiranën e Prishtinën. Asnjëra nuk është periferia e tjetrës. Prishtina ka botën e vet kulturore, ka botën e vet letrare, s'po flasim për botën politike. Ka artin e vet, ka muzikën e vet brenda botës gjithë shqiptare. Tirana është kryeqyteti i një vendi që fundi është i pavarur prej 114 vitesh së shpejti. Ai primati, ajo përparësia që ka pasur Shqipëria nuk vjen nga fakti që standardi u vendos në 72 në Shqipëri edhe me praninë e delegatëve nga Kosova, po me fakti që Shqipëria u bë e pavarur në thonjza më shpejt me kontributin e gjithë shqiptarëve edhe mbi gjysmës që mbetën jashtë kufive të shtetit të ri shqiptar në 1912-ën. Fakti që u krijua shteti më shpejt, u krijuan institucionet më shpejt, kultura u çlirua nga kthetrat e glabëruese të sundimtarëve të mëparshëm edhe u krijuan kushtet që të bëhej standardi. Për standardin pastaj çështja e dialekteve është e tillë. Fundi edhe standardi është një ndërthurje që anon sigurisht nga jugu, ku ka shumë forma letrare që janë prapse prap veriut. Tashmë nuk është një tani më do ishte në jug për shembull. Do me thënë nuk është do ishte do të thotë. Po ja vetëm disa shembuj të vegjël, sa duash fjalë që janë tipikisht gege ose edhe paskajorja që është ai molla e mos përputhjes, e grindjes mes dy palëve, ke një paskajore që e ka Shqipëria mesme, që e ka Tirana kryesisht, që nuk thuhet ka me, po thuhet ka për të. Shumë Tiranë thonë ka për ti, ka për të bëu, ka për të shku. E pranon në gjuhën letrare thuhet kam për të bërë diçka, kam për të shkuar këtu. Gjendet kompromisi nëse do, pastaj nëse duam secili të flasim ato për shembull nëse do ishim ke një dialekt jugorën do zgjidhje dialektin korçar për shembull, i cili nuk pasqyrohet në standard, se standardi ka kryesisht mbështet Gjirokastër, me që prandaj vinin paria, është ndërthurur pastaj me zona të tjera. Dikush nga Vlora do thotë okay, tash edhe ai Toskësh do thotë okay, unë tash hajde flasim si vlonjat. Një Çam do fliste si ashtu, një Sarandiot do fliste, një Laluc, që është zona e Lalët, Lalëria është zona e Fierit, me Lushe, më thënë, edhe jugu ka nuancat e veta të gjëra. Arvanitasit kanë folën e tyre, Arbreshet kanë folën e tyre. Nuk është vetëm gegëria që ka shumë shpirtra gjuhësor. Do të thënë nëse marrim bëhet një anarki gjuhësore pastaj që po e vërtet, do të thënë kjo puna e unifikimit ka pas më të mira, na ka sjell më shumë të mira se sa pikërisht normal të këshia se jo. Të gjejmë të mirën kur mundemi. Absolutisht, po. Si kosovar për shembull kur e krahasoj edhe rastin e Jugosllavisë ku për shembull serbisha, serbokroatishtja ka qenë një gjuhë e dominimit, e dominancës, domethënë. Ai që se ka ditë është ndij inferior, edhe ai që e ka ditë shumë mirë është ndij inferior, domethënë që të dy. Dhe domethënë pushteti serb e ka ushtruar një lloj, si më thon, hegemonie ndaj teje me atë gjuhë, nga që ti e ke fol pak më dobë se s'ke qenë serb, domethënë. Dhe pushteti ka kriju hierarkinë e vet përmes gjuhës. Pak a shumë edhe hierarkin ku thash qendër periferi me Tiranën e shoh këtu. Apo kupton. Do të thonë edhe Kosova në këtë rast tash është në realitet tjetër politik, po si duket pritet në këtë, si themi, është përballë le të themi dy sulmeve për qenë më inferior, domethënë. Po them, për shembull, ne kemi vështirë me fëmijët e tanë, për shembull, kur e mësojnë abetaren barkombëtar ose tekstet që na vijnë nga Shqipëria, që kemi me autorën nga Shqipëria. Edhe thoshën këtë pyetjen, nas po flasim shqip në shtëpi. Po jo më shqip po flisni. Po flisni, po. Derisa shpjegon te fëmia se ç'është shqipja zyrtare, se ç'janë dialektet, se ç'janë dialektet krahinore për shembull, Kjo është paksa mendoj për shembull një sicilian, një fëmijë sicilian kur shkon në shkollë, ka folur 6 vjet derisa shkon klas parë, ka folur dialektin sicilian që është gjuhë tjetër me italisht, ose një fëmijë napoletan fundja. Muzika më tipike që çdo mendon o Solemio është në dialektin napoletan, ose një milanez flasin italishte që s'e kupton askush, ose një bolonjez. Kur shkojnë në shkollë ata me të njëjtën gjë përballën, ai ka folur në shtëpi deri atëherë një dialekt tërësisht ndryshëm, qoftë verior, qoftë jugor të Italisë, pastaj mësoni italishten zyrtare letrare e cila vjen nga koha Dantes para 700 vjetësh, është italishte e Toskanës. As toskanët e sotëm nuk e flasin më, as në Firenze sot nuk flasin si kohë Dantes, e cila është mbivendosur për respekt të Dantes e të kulturës të Rinascimentos, të rilindjes kulturore italiane që Michelangelo e gjithë tjerët pastaj, edhe ata me tjetër gjë përballen.
Ose një gjermanofolës zvicre ku shkon në Gjermani fundi, ja. Ose kur shkon studion. Po Zvicra ka më të rëndë. Më të rëndë ka. E ka më të rëndë atë. Gjithë popujt përballen me këtë. Ne si popull i vogël duhet ta kishim më të lehtë sepse edhe ndryshimet i kemi fundja. Një sarandiot nëse vjen qoftë edhe minoritar, po që flet shqip, nëse vjen preshev prap do merret vesh me një preshevar. Po. Pa vështirësi të veçanta. Kjo është sa e ngjashme është gjuha. Pastaj çfarë gjuhë mëson nabetare ose botohet libri është tjetër gjë. Që fundja do ta botosh një libër gegnisht e boton. S'ke një ndalesë ligjore për ta botuar. Pavarësisht që tetovari një shtëpi flet ndryshe, me një korçar merret vesh në rrugë. Prap merren vesh, edhe nëse tetovari ose Dibrani i shehrit, jo i Peshkopisë. Shkon në fshatin më të thellë të jugut të mundshëm, ose shkon në Prevez, ose shkon Parg, u flitet akoma shqip. Ai Pargës, i cili është tërësisht i greqizuar mendrisht, po shqipen e ruan, kur e takon Dibrani ose tetovarin ose Preshevarin ose dikën nga Malësia e Madhe, prap merren vesh në shqip. S'ka nevojë të flasin greqisht ose në gjuhë tjetër. Do të thonë, kemi shumë më tepër lehtësi komunikuese ne njëri me tjetrin se sa popuj të tjerë të cilët kanë imponuar një standard letrar. Ta shembull Italia, Franca sidomos, Turqia e tjerë. Ti dikush nga Antakya ose dikush nga Konya me dikën nga Stambolli ose Trabzoni nga lart. Trabzoni. Ata që i ndrojnë komplet edhe Giderum. Po i kanë këto shipe etj. Ato i kanë tërësisht. S'ka. Ne kemi dëshirë shqiptarët që të gjejmë arsye për t'u larguar nga njëri tjetri, kur realisht e kemi afërsinë qoftë gjeografike, se territoret shqiptare nuk kanë mbetur shumë të gjëra më, qoftë gjuhësore, qoftë mendsinë, qoftë doket traditat. Pse partia është kritik për këtë mendësinë e mbishtresume që vazhdon të jetë një lloj tentakule e komunizmit, sa të ishte veç një parti. Po. Partia. Partizimi vazhdon për shqiptarin me qenë vetëm partia pavarësisht e emrit të saj. As demokratika, socialista, as PDK, partia. Simboli i pushtetit, i sundimit, i imponimit, i urdhrit që vjen nga lart është. Dikur thuaj për ideal partisë, jo për Zotin, për ideal partisë. Se i mëkuan vetë këto regjimi që të bënte edhe ta forconte edhe ateizmin shumë, edhe të zëvendësonte Zotin. Se Nietzsche ka dashur të zëvendësoj Zotin edhe regjimi i Shqipërisë. Legitimiteti më i lartë politike, teologjike, hynor gjithçka. Për ideal partisë. Dhe vazhdon të jetë. Edhe vazhdon të jetë. Vazhdon është një përgjigje ndaj këtij partizimit të skajshëm të shqiptarëve, pastaj edhe ndaj dëshirës për të ndryshuar gjërat, po në mënyrë të amull, në mënyrë anarkike, në mënyrë të pa përgatitur, pa i bërë spoil që thon tani romanit, po është një gjë të ngrihesh, që është gjë e mirë, somos pjesa e përfaqësuar e elektoratit, e popullsisë, qoftë Shqipëri, qoftë Kosovë, besoj edhe Maqedoni, tek shqiptarët është një gjë që nuk ndihen përfaqësuar, votojnë njërin palë ose tjetrin o për interes ose nuk kanë këtë votojnë ose nuk votojnë fare. Është mirë të ngrihen të papërfaqësuarit, ata që nuk e gjejnë veten ke asnjëra palë, ata që janë pa kënaqur me tërën palë, me secilën palë. Po kur ngrihesh, duhet të kesh një objektiv, nuk është objektiv vetëm shkojmë të rrëzojmë, djegim. Romani për këtë flet, për një turm të papërfaqësuarish, të pakënaqurish, shpesh edhe megalomanësh, shpesh edhe analfabetësh, shpesh edhe ignorantësh, të cilët ngrihen, krijojnë një rrymë politike që quhet vetëm parti, nuk ka edhe një emër. E ke parasysh, nuk ka një emër saktë, i shtohet misteri, fakti kësaj lëvizje për faktin që nuk ka një emër të përcaktuar. Njerëzit pyesin veten çfarë janë këta tash. Ata kanë një HQ aty që HD dhe HQ. High definition, high quality. High quality. Dhe ja shton misterin, shton edhe grishjen, edhe joshjen e elektoratit për ta. Po pastaj pasi fitojnë zgjedhjet, në mbrëmjen që fitojnë zgjedhjet, nuk dinë më ç'të bëjnë, s'kan program politik, s'kan objektiva për të mesme, nuk kanë përvojë politike ose qeverisë. Si partitë tona janë të zot për të fituar, po jo për qeverisë. Janë të zot për të ngritur krye, po nuk kanë asnjë aftësi për të bërë diçka të nesme. Dhe aty fillon pastaj edhe historia e romanit. Okej, çfarë do mund të ndodhi për të nesme? Është një sarkazëm therse e qëllimshme e sistemit politik, po edhe sistemit ton shoqëror, që e lejon politikën ta shfrytëzoj, ta krimbi, kur i thon kaq shumë, ta qelbëzoj kaq shumë shoqërinë tonë. Edhe shoqëria ndërkohë që nuk di të ngrej krye, ose kur ngrej krye për arsye të paqarta. Edhe siç do thoshin në Tiranë, nuk qellos gjë, nuk bën diçka konkrete për ta përmirësuar. Ke jetuar një kohë të gjatë në Spanjë dhe njeh realitetin hispanik. Po lexoja sot, këto ditë, fakt jo sot, këtë ditë një tekst për shembull për
teorinë e partizanit apo partizanizmit, luftën e paorganizuar që po buroka nga Spanja, domethënë kur kanë luftuar për herë parë me Napoleonin. Është një botë, në botë kuptimet e mia, disi e rebelimit edhe shpirtëror, s'ka një lloj katolicizmi goxha thellë, mistik. Çfarë botë është bota hispanike? Cili është kontributi i saj në letërsi, për shembull? Cervantes. Po, absolutisht. Ke dy jetër të letërsisë bashkëkohore, realisht nisë mesiet, po letërsisë si e njohim ne. Shakespeare dhe Cervantes. Edhe ajo dita e librit që është me ata dy nisë. Dy nisë, po. Në Madrid është një lagje që quhet Barrio de las Letras, që është i bie lagja e letrarëve ose lagja e letërsisë, është në zonën në Casco Histórico, domethënë në zonën historike të qytetit, në afër Arganzuelas, Imperialit, afër Lumit, Manzanares, Madridit. Në zonën qendrore ku janë afër pallatit mbretër, afër parqeve të mëdha. Në atë lagje kanë jetuar në mesjet, në kohën e shekullit të artë të letërsisë spanjolle, Siglo de Oro, që thonë kanë jetuar gjithë bashkë, ka jetuar Quevedo, ka jetuar Góngora y Argote, ka jetuar Cervantesi. Penat më të ngritura, ndër më të ngritura të historisë të botës, aq më tepër të letërsisë hispanike. Kanë jetuar gjithë me ke shpinë e Cervantesi, shpinë e Quevedos, shpinë e Argotes, shtyp shkronjën ku është botuar Don Quixoti. Mund edhe vetë lagjen e kanë bërë shumë bukur sepse në ploçat e gurta kanë shkruajt, kanë lënë vargjet e secilit autor të madh që ka jetuar në atë lagje. Ti i shkel, ato janë me gërma të arta, ti shkel mbi trashëgimin legjendare të artë letrare të Spanjës mesetare. Kontributi pastaj vjen deri ditë sot, kur mendojmë Unamunon, kur mendojmë Satir, kur mendojmë Lorkën. Po, Lorkën. Po. E sa të tjerë. Dhe fundja dhe letërsia hispanike e Amerikës Latine, rrënjët i ka në Spanjë. Në Amerikë Latine pastaj është përzier me trashëgimin e indiosve, e indigjenëve vendas, me trashëgimin e gjithë popujve që kanë mërguar aty pastaj për të krijuar popujt bashkohor të Amerikës Latine, po rrënjët i kanë në Spanjë prapse prap. S'do ishte letërsia sot me ajo që është, funde edhe një Borges nuk do e kishin po mos ishte gjuha spanjolle. Një Sabato që është pjesërisht i yni përmes rrënjëve të tij arbreshe, nuk do ishte, s'do e njihnim pa gjuhën spanjolle. Një Octavio Paz nuk do ta njihnim pa gjuhën spanjolle, një plot tjerë, një Allende nuk do ta njihshim, jo presidentin, po shkrimtaren nuk do ta njihnim pa gjuhën spanjolle. Kur mendon në kohën e sotme për letërsi me pasion, për letërsi realiste ose neorealiste, për realizëm magjik fundja, për Marquez e me radhë. Marquez nëse nuk do shkruante në spanjisht, nëse nuk do mendonte në spanjisht, nëse nuk do frymëzoi në spanjisht, nuk do e krijonte atë që ka krijuar. Është e paçmueshme kontributi dhe roli dhe impakti edhe realiteti sotëm letrar i botës pa spanjishtën. Nuk e di, është pyetje e madhe kjo, po pse gjermanët nuk e kanë një letërsi të tillë se e kanë spanjollët? Jo, e kanë edhe ata. Po ti shishon prima ka filozofia. Filozofë spanjollët nuk kanë. Ama pak. Kanë ca ashtu, po Nja dy i kam përkthyer unë, pa e marrë veten me të mirë. Po them. Ortega y Gasset është spanjoll, Santayana është spanjoll. Po me siguri, normalisht. Po flas. Edhe ata janë më spanjoll në mënyrën e të menduarit. A është gjeografia që të shtyn? Është edhe historia. Edhe historia. Me siguri. Historia me gjeografi ndërthurën. Ndërthurën, normalisht, se Gjermania është një vend më malor, më i ftohtë. Edhe si rac janë më burror, më të ngurtë. Po spanjollët hispanikët gjithmonë kanë pas një deti pranë. Kudo që janë. Detin, kanë pas oqeanin, e kanë lundruar, kanë pas guximin për ta lundruar. Kanë pasur çmendurinë e Kolombit që ishte italian, po prapse prap të mos i besonte Izabela mbretëresha, nuk do shkonte të krijonte të zbulonte botën e re. Edhe Kolombi Kolombi e zbuloi botën e re, si e zbuloi sepse i tha mbretit, ju përgjirua mbretit të Portugalisë që ta financon të udhimin, ai tha ky i marr, do shkojnë ndiky me rrugë tjetër, i shkoi mbretëresës Izabel, sapo ishte bashkuar ose do bashkohej kurora spanjolle, Izabela me Fernandin e Aragonës, se është 492-shi, po të bëjmë një tjetër digresion, është një vit që e ndryshon botën realisht. 492-shin bashkohet kurora spanjolle. Është paradigma e re e botës, po. Bie mbretëria e fundit arabe në Gatishuin Iberik, që është Granada, dëbohen hebrejt nga Spanja dhe Kolombi zbulon botën e re, sefarditët. Shiko sa ka ndryshuar, si do kishte qenë bota para dhe pas. Po ikin perandorinë osmane dhe në Holand, një pjesë e tyre sefarditët. Vinë edhe nga ne. Vinë pastaj nga bota shkëmbime bëhen shumë. Domethënë edhe 492-shi që ndërlidhet pasgjithshëm me kulturën, me Spanjën, me kulturën hispanike, me gjuhën spanjolle, me këtë shtysën e guximshme drejtëresë të spanjollëve,
e ka ndryshuar botën. Bota e sotme pa 492 do kishte ti Shtetet e Bashkuara të Amerikës pa Jo, nuk. do kisha Amerikë Latine pa 492. Tash ti je një urlidhse e mirë me botën hispanike, normalisht edhe kontributin tënd nuk duhet harruar, edhe ato që ke bën në Kosovë, po tani që po bën me letërsinë, domethënë. Cila është lidhja botës shqiptare me botën spanjolle, domethënë? A ka ndonjë lidhje pas luftës 1936, domethënë, që pjesë ose luftarët tonë shqiptar morën pjesë në radhat republikane në Spanjë? Ka, do mund të kishte më shumë. Ka, është Petro Marko, e dim gjithë. Po, Petro Marko e kjo. Është Mehmet Sheu, shiko, Mehmet Sheu, përkundër çka bëmat e tij jo aq lavdishme në Shqipëri, po Mehmet Sheu ka qenë komandant batalioni në luftën civile. Jo kushdo, ka shumë që kanë shkuar si vullnetar, po komandosh një batalion mira vetësh në luftë civile është, domethënë ka qenë minimalisht ushtarak i Zotit, domethënë në Spanjë, për atë arsye dhe djali i tij është me merit plot jeton në Spanjë, po Petro Marko është shkrimtar, ka shkrimtarët tonë ndoshta më që e ka të gjurmën hispanike në letërsinë. I është mishëruar Spanja edhe në letërsinë e tij dhe në frymëzimin e tij. Përveç ka pasur edhe nga Kosova vullnetar, ka qenë Asim Vokshi, ka edhe sot do mund të kishte shumë më tepër, ka bashkëpunim Shqipëria me Spanjën, ka bashkëpunim të mirë letrar, ambasada shqiptare në Madrid është aktive, fatmirësisht edhe në aktivitete letrare, bashkëpunon në disa raste me Institutin Cervantes, që është institucioni përgjegjës për hispanofoninë në përbot. Ambasada spanjolle është mjaft aktive në Shqipëri, me Kosovën për arsye që i dim, ose nuk i dim politike. Janë afruar, ka afrime. Edhe tani një artiste nga Kosova, piktore, kishte një, të cilën e njoh edhe vet, kishte një aktivitet në Sevilla. Diela Valla, kam përshtypjen, po kishte aktivitet në Sevilla, domethënë. Ka përkundër mosnjohjes zyrtare politike, ka edhe mjaft shqiptarë nga Kosova që artistë që kanë pasur ekspozita në Spanjë, kanë pasur aktivitet kulturor. Do mund kishte më tepër, po do mund kishte më tepër. Ne të gjithë shqiptarët, jo vetëm në Shqipëri, por edhe në Kosovë, e kemi këtë simpatinë për botën hispanike, për gjuhën spanjolle, s'kam qenë unë i vetmi. Do mund kishte shumë më tepër realisht. Spanja është e hapur kulturalisht gjithmonë ndaj botës. Somos në atyre që e duan. Spanja ka një të mirë që Spanja e duan të gjithë, në përgjithësi, nuk një të shkosh në përbote, thuash që vi nga Spanja ose që je i lidhur me kulturën spanjolle, me gjuhën spanjolle, me letërsinë spanjolle, të gjithë të respektojnë. Gjithë njohin shkrimtar të njohur spanjoll, gjithë njohin futbollist spanjoll. Gjithë do ju pëlqen Spanja, arenat e demave. Të gjithë kanë lexuar Hemingway. Të gjithë verës pak të njëherë shkojnë në Barcelonë. Të gjithë kanë lexuar Hemingway, kanë para Gardnerin, edhe jetesën e saj në Madrid, domethënë. Do mund të kishte shumë më tepër. Mendoj që ka mangësi në bashkëpunimin sidomos kulturor mes dy popujve, jo vetëm dy. Besa kohë fundit edhe Marquezi është i lexuar, sa komponon librari, Marquezi ka qenë kohë i kërkuar si autor. Marquezi ai është top. Okej, top, po është i lexuar. Domethënë Spanja ka goxha ka hi, po në tekstin mësimor nuk e kemi letërsinë spanjolle. Shumë pak e kemi ose hiç fare. Unë e kam bërë shkollën prej ca kohësh këtu që nuk e di si është tani, ose atëherë se kem, pas unë e kam lexuar vetë në përgjithësi, po ne do të thonë plan programat e kemi shumë frankofile, do të thonë franko. Po që nuk është gjë e keqe ajo. Po jo, nuk është. Mirë të bën edhe ajo, mirë. Ta hap mendjen edhe frankofonia, po pse mos kemi edhe të kulturave tjera. Ne afri për sa i përket mendësisë dhe formimit ton, edhe ADN-s ton kemi shumë më tepër për mendimin tim me spanjollët. Jo se jam unë vetë më i dhënë pastyre, po frankofonia. Okej, mirë. Ballkani është ka qenë gjithmonë frankofon. Kemi këtë, se kundërshtojmë. Elitat politike janë shkolluar atje. Sikur ta bënin pak më të larmishëm kurrikulumin. Se po i afrohemi fundit të emisionit, po duhet të pyes diçka interesante, po kjo është pak sfiduese. Përkthen, ke përkthyer tash 30 vepra, më shumë ose rreth. Më shumë. Mirë, gjë më shumë. Ku përfundon besnikëria ndaj autorit dhe ku fillon krimtaria e përkthyesit, domethënë, kur e përkthen njeriu një libër, aty ndohesh, mos ke pas mundësi ta përkthesh edhe më bukur, edhe më mirë, X libre. Mendoj që çdo përkthim ka qenë është një përvojë më vete që është e papërsëritshme. Përkthimi është kur e përkthen, lidhet me kohën kur e ke përkthyer, me mendsinë tënde në atë kohë, me formimin tënd. Krijon gjuhë përkthimi. Po krijon sigurisht krijon gjuhë. Ne kemi nevojë për të krijuar gjuhë. Absolutisht. Po shikoj, përkthimet dinamizohet edhe gjuha. Po të bësh krahasimin e përkthimeve të viteve 20, që janë përkthimet e para
të mirëfillta në shqip, cilësore në shqip, se ka pas përpjekje edhe përpara. Fundja meshari ç'a është, një përkthim është. Libri i parë joni është një përkthim realisht. Po ka edhe pjesë origjinale aty të Buzukut, po është përkthim. Po të krahasosh përkthimet e para të viteve 20 me përkthimet e sotme, sigurisht që gjuha shqipe ka evoluar s'pari, sepse fjalori në përkthim, jo fjalori shqipes, po fjalori në përkthim i gjuhës shqipe në vitet 20 ka qenë më i mangët. Po Noli ka qenë gjeni për çdo gjë që ka bërë. Po Noli ka lindur në ibrik të pe, do të thënë në një dis turkofon dhe grekofon realisht. Aty ka pas Edrenia, zona e Edrenias ka pas edhe shumë greqisht folës. Kështu që ai ka pas turqishten, greqishten dhe shqipen, që i kishte gjuhën e origjinës nga Erseka, nga kishte ardhur familja vet. Do të thënë Noli është sajuar me ato mjete që ka pasur, ka përdorur shumë turqizma, ka përdorur shumë fjalë që s'përdoren më, domethënë tash po të shosh edhe po flas për zenitin e gjuhës, edhe përfshirësi edhe gjuhës shqipe, po të shosh përkthimet e Nolit vitit 20, edhe evoluimin e shqipes në mbi 100 vjet, ka përmirësime, ka fjalë të reja, ka krijime të reja, ka pasurim të mëtejshëm, ka lulëzim gjuhësor, kështu që sigurisht që përkthyesi krijon, sigurisht që përkthyesi ndoshta diçka shton, po përkthyesi siç po e thoshim përpara, kur po bisedonin më privatisht, interpreton. Po. Pëlqen termi interpretues. Interpretoj, kanë mirë amerikanët. Kanë bukur e kanë. Interpretor. Ti interpreton, ti fjalë për fjalë po e thoshim, sa pranon shqipja. Shqipja të nxjerr lakuriç kur ke përkthyer fjalë për fjalë. Merret dhe shumë lehtë. Edhe bie në sy dhe bëhesh tisharak pastaj, do të thënë, bëhet një lloj atentati gjuhësor, një lloj cënimi gjuhësor kur përkthehen fjalë për fjalë. Qëllimi do të ishte që pakën në përshtypjen time që ti ishe sa më besnik ta gjuhës tënde, të tingëllonte sa më burimore gjuha, sa më e kuptueshme, sa më shqip të tingëlloj, duke e ruajtur ndërkohë gjithaq besnikërisht edhe prejardhjen, edhe nga gjuhën nga e cila e merr. Mos e ndryshosh, mos e tjetërsosh, mos e të huajsosh. Dikush që do kishte durimin ta lexonte për shembull një tekst në anglisht ose një tekst në shqip, ose një tekst në spanjisht apo portugalisht, dhe përkthimin përkatas pastaj në shqip, ta gjente veten si në origjinal, si në përkthim. Kjo do ishte idealja. Nuk po them që ja kam arritur ose ja arri, po përpiqem gjithmonë të përmirësohem. Nuk ka asgjë të përkryer në botë. Folëm për raportin, e nisëm raportin mes pushtetit dhe gjuhës, domethënë. Sot për shkak të globalizmit, për shkak të teknologjisë, për shkak të kapitalizmit dhe shumë fenomeneve tjera globale, neve domosdoshmërisht po na ndërfuten fjalë të reja në fjalorin ton, në leksikun ton të përditshëm, domethënë. A duhet jemi nacionalist në gjuhë, nuk e di apo e përdorim të fjalë që e duhur, po a duhet jemi rigjid apo duhet t'i hapim krahët dhe të pranojmë konceptet, fjalë të reja të cilat ndërfuten në gjuhën tonë. Tash varet çfarë pranojmë. Ka fjalë që detyrimisht do pranohen, ka fjalë që ndoshta ekzistojnë në shqip. Përkundër që çdo gjë ekziston ose mund të krijosh neologjizma, po jo neologjizma fëminor, jo neologjizma vulgar. Sot po dëgjoj dikën navigime për. Po çan navigimi jo po. Okej, do janë shumë vërtet janë budallaqe disa fjalë. Mund ta themi navigim po kur jemi në tavolinë, për shembull, ose kur flasim Messenger, po tash të përktheu të them ai navigonte. Ka një mënyrë e gjen një formë, por nuk ka nevojë të thuash ndoshta as lundron, se lundrim do ishte. Po. Gjendet një formë se varet ka konteksti. Shumë mund të jetë një kulumtim që ti po bën në internet, ti po bubron për diçka, ti po qëmton për diçka. Kanë shqip sa duash. Punë është ta njohësh gjuhën tënde, kur nuk e njeh gjuhën tënde, kërkon fjalor. Fatmirësisht nuk kemi në kohën e fjalorit fizik që nevojitet edhe ai, nuk kemi nevojë trim si shënjë ironimi para 1700 vjetësh, kur përkthente Biblën, futesh online ke disa fjalore të gjuhës shqipe, ky i fundit që thonë që është më i pasur, edhe të mëpashmit, kërkoj fjalët, dalin sinonimet poshtë, përdor një sinonim të përshtatshëm. Ne kemi një fjalor të fjalëve të huaja në gjuhën shqipe. Është një fjalor e kam duket diku në shtëpi. Kush është autoritet për të krijuar këto fjalore? Kush e vulën e fundit? Do të thuaj që besoj akademia, tash shohem unë mund ta bëj një fjalor të inteligjencës artificiale, do i themi inteligjencë artificiale. Po si do i themi ndryshe? Ka ndryshe si ti them. Do i themi kështu mençuri e pavërtetë që e gënjeshtërt. Po nuk di si zgjuarsi e gënjeshtërt. Bëhesh qesharak në këtë rast. Është si në vitet 70-80 ka qenë një skeç i bukur, u ribë aktual këto kohë i Koço de Volës, një autor, një komedian shumë i mirë i ndjerë tashmë, i viteve 80, që ishte një val pastrimi
puritanizëm i gjuhës shqipe dhe filluan thoshin edhe biçikletën do e quhenin 2 rotak. 2 rotak ose. Makinën 4 rotak me lëndë djegëse. Tash si du thuash që rrot nuk është fjalë shqipe. Rrota është në italisht. Edhe ajo është fjalë shqipe tash. Çfarë do bëjmë? 4 është fjalë indo-europiane, kanë të gjithë një lloj. Një lloj ka po. Atëre, s'mund të bëhesh tash puritanist në nivelin e atyre që dignin shtrigat në dikun kolonitë amerikane para 4 shekujsh. Një fjalë e panevojshme është një fjalë e panevojshme. Shëmtia bie në sy kudo. Bie në sy në veshje, bie në sy në sjellje, bie në sy në estetik, bie në sy edhe në gjuhë. Ka fjalë që janë qartësisht të shëmtuar ose të papërshtatshme për kontekstin ku ti i përdor, sidomos në letërsi, në shkrim letërsi, në përkthim letërsi ose qoftë edhe në fjalime politikanësh ose njerëz dietarësh e me radhës. Mund përdorësh fjalë të rëndomta për atë punë. Po disa fjalë të huaja, të cilat janë të nevojshme, të cilat gjejnë vendin e tyre në kontekstin përkatës, jo navigimi, që po thoshim, ato e kanë vendin e vet. Ose nëse krijohet një neologjizëm të jetë i arsyeshëm, ose të gjejmë një fjalë përkatëse që nga një dialekt ka të shumtit të gjuhës shqipe, ndoshta e mbulon atë fjalë, nuk është e thënë. Pak raste ka, më për shembull 2 shekuj nuk ja gjej dot. S'po ja gjej dot, kanë vite që mendohem kush këta pellazgot ose ilirët kur flinin, tash o flinin në rast guri ose jastëk, kishin jastëk. E ka krijuar Kadarea Nën Kresën. A Nën Kresë? Faleminderit Kadare, e ka krijuar. Ai ka qenë neologjisti besoj më i arrir. Hadis peshqirit qush. Atë se kemi peshqiri themon, peshqiri tash. Peshqiri nga persishtja. Po, nuk është as turqisht. Pavllui thon atë. Jo persë është. Po të tjerët pastaj rregullohen se tash i organi thuj shtroja, ambuloja, e gjen. Po duhet ta kemë thënë ndoshta edhe një herë tjetër, po mendo tash një dikush i bën një përkthim letrar të një pjese shumë të bukur ose që ka edhe epsh, ka edhe një ngarkesë emocionale dhe thot për shembull domethënë ushtrin dyshek u mbulua me jorgan, e vuri kokën në jastik, e hodhi edhe një se si i thonë burri, një batani. Shumë po. Pa seriozisht, domethënë. Ty të ikën epshin në sekond praktikisht. Epshi, po. Kështu jo. Këtu mund të gjesh pastaj disa fjalë të bësh pak më letrare. Elvi, kënaqësi që të kisha sot studio. Uroj që të kemi edhe herave të tjera kur të botosh në një libër tjetër të ri. Kënaqësia ishte mund të them tërësisht e imja. Besoj uroj të ketë qenë bashkëndar. Djanshme jota, mampuna, djanshme të falenderoj shumë që ishe, që ndave pak a shumë këtë përvojën tënde, sidomos me këtë pjesën e botës hispanike, po edhe raportin e pushtetit dhe gjuhës, ku vërtet gjuha krijon pushtet. Domethënë edhe këtu pajtum duket, po krijon goxha pushtet, po edhe realitetin e partisë, gjë që duhet të shkërmoqet dhe konstruktohet tek shqiptarët. Mirë do ishte ne. Ne po bëjmë tonën që ta dekonstruktojmë sado pak. Shikues nderuar, erdhëm në fund të një epizodi tjetër të Paradigmës. Uroj që të keni kaluar mirë. Vazhdoni të qëndroni me TV1. Miru pafshim në natën e mirë. Natë mirë.